teknologji. Mirë po, mendoj se po fillon, ashtu si që tregova, po zgjohet një farë kërkese që edhe kjo teknologji të përdoret në formë të mirëfillt, sepse po kuptohet më se si duhet punohet me këtë teknologji. Pra, duhet ta dim ose spaku po dihet për individëve të caktuar se çka po dëshirojnë me nxjerr prej kësaj teknologjie edhe sa po dojnë me përdor atë informatë ose atë resurs ose atë material ose çfarë do që nxjerr prej asaj teknologjie në raport me atë se çka do të shërbej. Domethënë unë më shumë jam i mendimit që teknologjia informative i shërben industrive, i shërben individëve të ndryshëm në punë të cilat i takojnë, normalisht edhe krijimi i kësaj teknologjie është për këtë, pra për të shërbyer këtyre individëve. E pastaj përdorimet e tjera të qoftë edhe në aspekte negative të cilat janë, ka modele të cilat po trajnohen, edhe që po dëshirosh ti përdorësh në aspekt negativ, është e pamundur. Sepse këto modele, për shkak se këto modele janë të trajnuara, edhe i rezistojnë kërkesat të cilat mund të jenë me çaste negative. Për shembull, nëse unë dëshiroj me përdor një teknologji, po flas që ChatGPT për shembull, nëse me qenë se është një prej teknologjive më e përdorura, më i them, ose më popularizuar në vend ose edhe në botë, nëse dëshiroj me përdor fotografi ose imazhe për fëmijë ose diçka tjetër, është një pjesë e kësaj teknologjie e cila vetëm se nuk ta ofron përgjigjen, edhe tregon se kjo mund të jetë në një formë abuzime ose një formë të keqpërdorimit të kësaj teknologji. Zotë Jakubaj, të pas parasysh që krijimi një skenari lyp më shumë originalitet dhe ngjarja që shkruhet në të mund të jetë e bazuar në jetën reale ose edhe i imagjinata të përdoret më shumë. A mendoni që me përdorimin e inteligjencës artificiale më pas nuk do të ketë ndoshta shumë skenare origjinale, do të jenë më shumë shablone të cilat do të kenë ndryshime të vogla, aty këto dhe filmat do të jenë ndoshta të një zhanri dhe tematika do të jetë pothuajse e njëjtë. Për më lidh të pyetja jote edhe të përgjigjja profesor që këto gjëra paralelisht zhvillohen. Tash ne po të kthehemi pak në historitë të kinematografisë të filmit, shumë filma nuk kanë mujtë më realizu për shkak të mundësisë të teknologjisë. Mandej kemi në raste në shumë filma tjerë ku bashkarisht dhe më thonë, personat të cilët janë marrë me ndërtimin e teknologjisë kanë bashkëpunu bashkarisht me kineastët për ta zhvilluar një, ta them ndoshta një lëvizje të kamerës apo diçka që mundet me, si më thonë, me ndërtu çka është ka ndodhet, çka është ka kërkohet. Tash me pyetjen tënde është që edhe profa përmendi ChatGPT-ja është një resurs që po përdoret ditë për ditë, edhe që ato informata prapë njerëzit i kanë futur në sistem, nuk është që